إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Vazhdojmë me kapitullin 22 të librit të tauhidit të Sahihut Buhariut, bab wa kana arshu 'ala al-ma' wa huwa rabbul arshil azim. Edhe arshi I tij ishte mbi ujë. Ai është pronari ajetit pjesë ajetit tjetër, wa huwa rabbul arshil azim, është Zoti pronari I arshit madhështor të madh. Për asnjë krijesë nuk thotë Allahu El Azim, El Kerim, vetëm se për arshin. Kena thonë arshi është saqful makhlukat. Është tavani I krijesave. Ma madhështora edhe e fundit. Edhe për mbi arsh qëndron edhe është ngrit Allah subhanahu wa taala ashtu qysh I takon latë madhërisë së tij, pa pyet si, e pse, e qysh, absolutisht pse nuk pyesim. Shpesh po vjen me përsërit, nuk ka në Islam tabu tema, nuk ka tema ndalume, mos I knena. Sikur religione tjera çka jon. Ka mjegullira, ka paqartësi, nuk ka përgjigje dhe thot mos I knena, mere qështu. Nuk ka në Islam kështu diçka, absolutisht jo. Krishtor transparent, çka dush pyet. Mirë po, ky njeri nuk ka aftësi, nuk ka mundësi psikofizike me këtë strukturë të vet. Që sho kriju, nuk ka mundësi me I kuptu këto gjana. Për shkak nuk pyesim, sepse edhe sahabët nuk kanë pyet. Ashtu qysh ka ardhë, ashtu e marrim. Pra, çka ka lidhje me akide, ajetet, hadithet, ashtu I marrim qysh kanë ardhë. Pa bonë në pyetje. Se vetëm devion. Allahu shumë let e ka psehen, pse? E ka edhe qysh, si qëndron Allahu për mbi arsh. Po dhe me na tregu se marrim vesh. Te na gjithka është me të meta, na jemi të mangët. A mundet njeriu me sy të vet, me zdit, vap kur është, pa vranësira, pa rë, me këqyr diellin. Në diellin të dritën. Dritë ma të fort, këqyr e dritën. Nuk të vepron syt, mirë pa, kur mas disa minutave jek, ti ka prish. Ama diellin me këqyr, se ka pas përpara dhe dënim me verbrim. A dhe në që kanë verbru. Jo me janë zirë syt. E kanë lidh, edhe ka pak të syve, ku me ditë qëfar metode. I kanë lidh, I kanë shtre për toke dhe shikimi s'ka mujtë me mbyllë syt, ndjell ka këqyre dhe pas një kohë verbru. Se me të meta, shikinë me ke me të meta. Dëgjim me të meta, me mangësi. Asnjë prej neve nuk mund tash me ndëgju në shtëpit vetën çka flitet. Absolutisht. Pse me tmeta. Edhe mendja, logjika është me tmeta, e ka kufirin e vet. Edhe fuqia, s'mund të thëjsen 200 kg me bajt. Asun asju. Dikush ndoshta 100 po, ama 200 asnjë. Mos më ngarkos muna. Se ka atë kapacitet, se ka atë mundësi. Ndoshta dikush edhe 200-shin, ama 300 jo, nëse 300, po 500 jo, kur s'ka mundësi absolut. Pse kem të meta, mangësi, dopti. Kështu Allah na ka kriju. E rjedhimisht pra, edhe mendja ka kufi. Nuk është e plot, nuk është e përsosur. Kur gjë nuk është e na përsosur. Rjedhimisht, as mendja nuk është e përsosur.
Nuk mundet me perceptu gjithçka, nuk mundet me kap këto gjithçka. Qysh shembull, a kem celulart? Ose ndonjë tjetër aparat që funksionon me valë elektromagnetike. Frekuencat i kanë me gigaherca. Radioni, valët ultrashkurta me gigaherca. Në çka është herc? 1 thuje për sekond. Amplituda e arrin maksimumin e vet miliardë herë në sekondës. Hajtë qysh me kuptu këta. Mundo me lëviz dorën ti për 1 sekond, sa herë po lëviz. Le të jetë njëri ma i shpejt. Mere zogun i cili zog ma shpejt i lëviz krahët. Mrana sekonde, sa herë mundet me lëviz. Miliardë herë mrana sekonde. Valët elektromagnetike. Hajtë qysh me kuptu këta. Me miliardë herë. Mrana 1 sekund, jo minuti, sekund. Nuk e në kry kjo, nuk e kap kjo. Ashtë ma parë këto nuk e kap, mendja. Ashtu e marrë me besojmë, bindshëm pa asë një dyshim atë vogël. Po përsëris, çka ceke Ibn Taymija rahimullah, fjalët e Ebu Hanifës, rahimullah, kur thot Ebu Hanifja, ai cili thot besoj se Allah qëndron përmbi arsh, është ngrit përmbi arsh, mirë për nuk e di ku është arshi, a është tokë, a është qiell, më ka të kefer, ka bo kufër. Thot Ibn Taymija tash, kur për ato beson që o mjash, mirë për arshi nuk e din ku është, thot kufër, po ato i cili e mohon krejt. Ebu Hanifja. Çka thojnë? Fikun e Ebu Hanifës, akiden maturidis. E hudhu billah, pse Ebu Hanifës ka pas akida? O kun pa akida? E hudhu billah. Kush është po del ma i meqëma? Po vjen që tash si mas këtyne, ka pas akiden, po të gabume ka pas. Çka është ma rëndësishmja? Akida fiku, akidja. Cilo është alim ma i mas që për mua alim as djetar, nuk është ai maturidi, absolut. Hajtë si mas tyne. Cilo është alim ma i madh? Ebu Hanifa maturidia. Ebu Hanifja. Që është ma transishmën, akiden, po e merë prej ma të voglit, ajo që është ma vogën, ma pa e rëndësishme, po e merë prej të madhit. Logjika thot, ma transishmën e merë prej të madhit. Akiden merë prej Ebu Hanifës. Jo fikun. Pra, argumentet pa numërta. Edhe e cekëm, pasaj patëm dersën e fundit, hadithin, 2 derset fundit, nga Imran ibn Husain radiallahu an, ku e kam pyet Jemenit, esharit e Jemenit, për fillimin zanafilën e krijimit, edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam është përgjigj kana Allah wa lam yakun shay'un qabla wa kana arshu 'ala al-ma. Allahu ka qenë edhe asgjë nuk ka pas para Allahut. Arshi i tij ka qenë përmbi ujë. Thot pastaj Uthemini rahimahullah, lapsin e ka kriju edhe e ka urdhru me shënu. O ma uktubu ja rab, e ka pyet, uktub, i ka thonë, pendës lapsit. Ma dhe uktubu, qka qkrujo o zot? Uktub ma dhe si e kun ila jumin kiamet. Derë ditën e kiamet, krejt qka ka me ndodh, shkruj. Wa hadha kana 50,000 sene, hadha kana 50,000 sene, kabli ma khalak Allah se ma hatu i ardhë. 50,000 vetë para se më kriju qejtë edhe tokën. Me siguri se ka pas, ndoshta thot, me siguri. Krijesa tjera, pa Allah s'mona të tregon, a nuk e dim dalim e këto, para qejve dhe tokës. Qka ka pas? Allahu alem. Allahu alem. Allahu ka qenë, është edhe do tjetë krijues. Nuk ka pas asgjë para Allahut, pa fillim është. Allahumma anta al-awwal, wa laysa qablaka shay. Ti je i pari pa fillim. Dhe s'ka kur gjë para teje, s'ka kur gjë. Se
Vetëm Allah është krijues, gjithçka tjetër janë krijesa. E çdo krijesë e ka fillimin edhe fundin. Allah nuk ka as fillim as fund. Wa antal akhiru falaysa ba'daka shay. Ti e fundit pa mbarim, pastaj nuk ka kur gjë. Se krijesa ka me përfundu. Dhe ta shtu kohën, funksioni kohës shumë interesant është. Pak me u thellu nuk hupësh qysh ka qenë pak kohë, qysh do t'jetë Allah në bëf prej tyre në xhenet e jo prej atyre në xhenem. Pak kohë, s'ka kohë. Edhe tash e kem një hadith cilin e kena pas edhe për para, e ky hadith 5 herë përsëritet te Sahihu i Buhariut, edhe po i lexoj vetëm leximin, kalim the se janë hadithe Allahu Ekber është për mëshirën. Po thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, pra hadithin transmetojnë Buhariu edhe Muslimi. Harua me cik, thash 5 herë, në 5 vende, në 5 libra, bile këtu në 5 libra, në librën e Tauhidit, e përsërit 1, 2, 3 herë. Po kapitujt ndryshëm. Mirë po, asnjëna nuk është ngjeshme me tjetrën. Ka ose në metën, në senet, zgjidhje transmetuese ka ndryshim. Teksti është njëjtë, po njërin e transmeton prej këtyre 3-4 vetëve, versionin tjetër prej i njëjti tekst prej 3-4 vetëve tjerë, e kështu me radhë. Ose ka shton diçka ndonjë fjalë, diçka më tregon. Ose thot Uthejmini, ndoshta më radhë po ndodh se gjithmonë kuptohet, e keni vërejt, hadithi ka të bën me titullin. Po ndonjëherë ndodh nuk ka lidhje me titull. Absolut, në atë kapitull. E thotë Uthejmini Allahu Ekber. Edhe kjo është largpamësia edhe vizioni i Buharis, që hoxhalort me shtim me punu, shfleto këqyr të tërkon, lype hadithin. Mënu me gjithë pse ka qitë këtu. Ndonjëherë nuk ka lidhje me atë kapitull, absolut. E ti shkon edhe të tërkon e këqyr, çka po do me thonë me këto? Pra, të bën aktiv. Allah më shëroft. Edhe këto që e ka kuptu, Allah më shëroft edhe Uthejminin, rahmeullah. Po thot, Ebu Hurajra ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, qala Allah azza wa jall, unfiq alejk. Pra, Allahu, po thot, fuqi plot, jep jo të njerëzve, unë ty t'jepi. Veç që kjo fjalë kesh me aftu, Allah. Apo don, Allah me dhon, jep jo njerëzve. Yedullahi mel'a, la tuqiduha nafaqatun, sahau al-layli wan-nahar. Ra'aytu ma anfaqa mundu khalaqa as-samaa wal-ard, fa innahu lam yaqid ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. Dora Allahut, yedullahi mel'a. Dora Allahut është e plot. La taqiduha nafaqa. Sa jep Allah, as pak nuk e pakson ato çka ka. Sahau al-layl wan-nahar. Dit e nat jep Allah. Ra'aytu ma anfaqa mundu. Sa ka dhon Allah prej begative të tij, prej nimeteve të tij, prej që ka kriju qetë dhe tokën. E ato as pak absolutisht nuk e paksojnë mirësitë e Allahut edhe pronën çka ka Allahu subhanahu wa taala. Arshi i tij është mbi ujë, në një dorë e ka peshorën, të cilën herë e ul, herë e ngrit. Pra, qysh jep, Allahu e din. Dikujna jep, dikujna nuk jep, aty ka urtësi pa kur far dyshimi. Tash është e kena cek kapitull më përparshëm,
ai kapitulli i 19, lima khalaqtu bi yadayya, atë që kam kryer me durët e mia, se po cekë në dora e tij është e plot, po e cekë. Edhe tash duhet pak me vëmendje fjalët, ditënat jep prej që ka kriju Allah qejtë tokën, a ki pa sa ka dhonë, as pak nuk është paksu prej pasurisë së tij. Së është hadithi tjetër, ne ijtama'a fi sa'idin wahidin insukum wa jinnukum awwalukum wa akhirakum, nëse të bon, bashkohen në një vend, në një rafshnalt, gjint edhe njerëzit, prej të parit deri të mëramit, edhe ja jep Allahu. Hajtë i pari, sa po don, lyp, në dit, pana lyp, ja kujton hala, e kryet i njeri i par, po ha ikti Ademi, hajde i dyti, sa lypin krejt njerëzit, vetash dikun 8 miliard, sa kanë qenë, e sa do t'jenë hala, e krejt gjint, sa elshon gjylpanën, në gotë, një gotë me ujë, sa merë gjylpanën, ma e gjylpanën, sa merë ujë, kur gjë. Mos shkoj tash me radhë, po vi lume, e liqeni, e dete, e oqeani. Sa merë prej oqeanit, moja gjylpanës, aq është marë prej pasurisë Allah të krejt me odhon atyne. Mirë po tash është diçka duhet me kuptu këto. Mos me kuptu tash, po jep edhe po del prej pasurisë të Allah, po gjithka është Allahut. Edhe ti e Allahut, edhe çka të jep ty Allah, apo është Allahut. Nuk është që po del tjetër kun, nuk është që po tjetërsohet, po bëhet pronë dikujna tjetër. Mirë po do me tregu se so është rahmeti Allahut dhe se jep njerëzve që pa kur far dyshimi as për së afërmi që meritojmë. Transmetimi tjetër në një tjetër libër, kale Allah, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah ka thonë, enfiq ja ibn Adem, unfiq alejk. O biri Ademit, jep që t'japi unë e ty. Jep jo që unë e ty t'japi. Me të kalim këtë po i lexoj. E këto e këna pas te kapitulli 19. Yedullahi mal'a la yaqiduha nafaqatun saha lejl wa nar. Ngjesh me ato të parën. Edhe tash këtu në këtë kapitull është, pra kapitulli 22, Inë jemin Allah e mel'a, qëtar ndryshimi, apo shë? E djathë e Allah të është e plot. Ato dy transmetim ma herët, qka ke, dorë Allah të është e plot. Tash po thot, e djathë e Allah të është e plot. Nuk e pakson dhënia që jep krijesave dit e nat. E rejtu ma anfaqa mundu khalaqa samawati ard, apo e sheni ju, apo analizoni, se sa ka shpenzu Allah, sa ka dhun Allahu, prej që ka kriju qejtë dhe tokën, fa innehu lem yanqus ma fi yamini, asgjë nuk paksohet nga e djatha e tij, megjithse jep shumë. Washu alal ma, o biyadi al-ukhra al-faydu, aw al-qabdu, yarfa'u yakhfidu. Arshi i tij është mbi ujë, e në dorën tjetër e ka peshorën, ose mirësit e shumëta. El qabdo, her e ngre e merë, her e ull. Her e ull, her e qanë. Her jep, her dikujna ja privon. Këtu është krejt me caktim Allahut, edhe do të vjen ma vonë prap në një prej kapitujve. Kale Allah ka thonë, kresh unfiq alejke. Allah ka thonë, jep, unë t'jep. E pas që këna pas ma gjatë, këtë hadith të kapitulli 19, ta shkalujmë të hadithi tjetër me radhë, të cilën transmeton Enes ibn Malik, radiallahu anhu e erda. Po thot Enesi, جاء زيد بن الحارثة يشكو فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك.
erdh Zeid ibn Haritha te i dërguari alayhi salatu wassalam i thoi ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po u ankoj ke prej grus. U anku prej grus. Ki frikë Allahun edhe mohe grun. Mos e lësho. Pak fjalë për zekret, pak fjalë për Zeidin. Zeid ibn Haritha është një sahabe i madh. Ka disa alima të cilët kanë përpilu libra për biografi të sahabeve. E një prej tyre është edhe Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, thot Elisabe fi temyizil sahabe. Ai po thot shkurtimisht se ka shumë çka flit për Zeidin. Ndoshta ndonjë tjetër rast kret një ders për Zeidin. Thot nona e Zeidit ka shku 8 vet me Zeidin, me djalin e vet, i cili ka qenë djalë i ri. Edhe kanë ik kuajt e me ta u konë edhe Zeidi. Edhe kanë shku të djonal derisa kanë orë të Nefis. Ata e kanë marë edhe djalin e kanë marë. Dhe pastaj kanë qitë në treg për me shqitë si rob. Edhe e ka ble Hakim ibn Huzam nipi e Hatijës. Edhe ka dhonë hedije këtë rob halës të vetë, Hatijës. E kur u martu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Hatija radhiyallahu anha wardaha, tash ka dhonë hedije pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra me thonë, po cekët Ibn Hajeri po thot për 400 dirhem e kanë shit. Edhe mas një kohë Zeid ibn Haritha, çka i bjen? Zeidi i biri Harithit. Harithi me vllon e vet Ka'b kanë marrë veç ku është edhe kanë ardhur në Mekë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe sa ke çmimin me na kthy djalin, se ky është djali jon. Edhe dërguari alaihi wasallam ka thonë ud'uhu fe khayru. Le të zgjedh vet djali, le të zgjedh ai. A don me ardh me juve, a don me najt me mu. Nëse don me ardh me juve, heq pa parë merne. Djali ju. Bab, djali ju është. Edhe e kanë pyet Zeidin, fehtare Zeidu Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Zeid e ka zgjedh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Baba po i thot edhe miza, "Wej hak ya Zeid, e takhtaru al-ubudiyyata ala al-huriyya." I mirë ti o Zeid, çka ka bën? Apo zgjedh robrin ndaj liris? Vjen me neve te baba po vjen. I lirje, a këtu robje? U përgjigj. Inni ra'aytu min hadha ar-rajul shay'an ma ana billadhi ikhtara alayhi ahadan. Unë kom pa diçka të ky njeri, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak nuk e ndroj këto me kërkon. As me bab, as me ty. Çka kom pa të ky, rob. Çka kom pa ato diçka të ky, ajo diçka të kërkush tjetër nuk është. Për shkak nuk e ndroj këto. Kur e ka pa kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka marrë dhe ka shku te gurizi, te qabja, edhe ka thonë, me zo kush ka qenë prezent atë. Ishhedu enne Zeiden ibni. Dëshmitorin se Zeid është djali jam. E ka birsu Zeidin. Inde dhalike tabete nefsu validihi wa ammi. E tash, kur e pon kështu, u qetësu shpirti i babës edhe i migjës. Të kënaqën, shkun. E murë, po nuk ka rob. Dhe pas ka diçka masi po ka qef djali, masi po ka qef me këto, letrin me këto. Po, mu kryesuar nuk është rob. Edhe ma vonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka martu me Zejnebin, për këto po flet hadithi tash. Zejneba qika halës pejgamberit alaihi wasallam. Kur e shite nivelit shoqëror të nalt, me fis, Kurejsh, aristokrate, shumë e bukur ka qenë, edhe ka shku mas një kohë
Zejdi po ankote pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ja Rasulullah s'po shkon. Se ajo ka fol, po më rëndon. Ti ish rob, ish sklav i lirum, e unë kush jam, e kështu e ashtu. Edhe kur dhe Rasulullah nuk po munëm. Ndërkohë ka zbrit ajeti që nuk ka mu birsim. Ma gja'la Allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah nuk e ka bo asni burri, asni mashkulli, dy zemra në gjoksin e vet. Njerëz ignoranta, gjahila të mëdhej, ishte ndoni shkencëtar, ka thonë ha qysh, pse bidon femnat? Se po thot, ma gja'la Allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Asni mashkulli nuk e ka bu Allah në gjokës të ti, në brendësit të ti, dy zemra. E femna, a kishe e gjeta gabimin. E mirë është femna 7 zone, a i ka dy zemra. Një të vetës në frytit. Po një me. Po mundosh, po mendon se mush me gjetë kuran diçka gabima, e udhu billa. I gjithdishmi po, e udhu billa. Musulodh, ankebut, marimonga. Ta shqip po bim marimonga me A, pra pashtisa, pra gjinis femrore. Po në arabisht, është gjinis mashkullore, që të kaj ajo plaku. Dhe tash, po thot Allahu, që s'po më këtu mos të citoj ajetin, ajo tash, ajo marimang, ajo mashkull, mashkull, zmuna me thonë. Po bjen tash, nuk po, se shqip ta më përpullt, ajo marimanga, femnore. Mirë po, para me ndu që është mashkullore. Ska me thonë. Ajo zogu, po e thurë foljen, ajo zogu. Zogu mashkullore, aj zogu. Po tash, ajo zogu, shemë mërë në tash si marim, po e thurë rjetën e vetë. Ka gabu. Tek ma vune ka marrë vesh se vetëm marimon nga femër e thurë rjetën. Mashkulli s'munët. Jo që po përhapin të na dyshim, po nëzirën dyshime, larga saj. Pra po thëmë, o mos u lodh, shansë nuk ka. Në shansë nuk ka. Jo dorën shtin zjarëm, krejt trupin e shtin zjarëm. Mush me gjithë pak diçka. Gabim. S'ka logjik. Kjo është Allah jonë, i përsosën. Edhe fjallët e tinën përsosën, libri ti është i përsosën. S'mush kontradikta me gjithë, gabime me gjithë, e udhu billa. Edhe po vazhdojmë, po thot Allah, ajeti 4, sura Al-Ahzab. Ma gja'la Allah li rajul min qalbayni fi jawfi. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. As nuk i ka bo gratë juja, nonat juja. Se ka qenë tradit të arabt e gjahiljetit kohës para islame, qëpesh ka ndodhë, gruja ka met as tokë as qelë. As e kurorume, as kurorizume. As gru, se ka as nuk e kalëshu. I ka thonë, shpina jote po mduket si shpina nonës te. Allah ka ndërprej këto. S'ka mu kështu. Nuk i ka bo, thot, gratë juaj, si ka bo nonat juja. Edhe tash po vazhdojnë. Këto e ka ndërprej e para, e dyta, edhe diçka tjetër. U ma gjale rija ekum, ebna ekum. Ata që ka keni birsu nuk jonë fëmijët juj. Nuk e keni vlad ata. Edhe po e ndalon. Dhalikum qawlukum ve afwahikum. Kjo është vetëm një fjalë me gojë ju çka thoni. Wallahu yaqulu al-haq wa huwa yahdi as-sabil. Allahu e flet vërtetën edhe udhëzon në rrugë të drejtë. Ud'uhum, vazhdon ajeti i 5. Ud'uhum bi abaihim wa huwa aqsatu inda Allah.
I thirrni në emër të baballarëve tyre. Kjo është e drejtë tek Allahu. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, po nëse nuk i dini kush është baba i tyre, ku ne ka bab, fa ikhwanukum fi din, atëre keni vëllezër të fesë. Në fe keni vëlla, s'po di. Thot Abdullah ibn Umeri radiallahu anhuma, Buhari Muslimi transmetojnë, kunna nad'uhu illa Zaid ibn Muhammad, e thirrshim Zaid i biri Muhammedit, se çka tham, ka dal o betu para çabës te kurizi, jeni dëshmitar, ky mo tash tuti është djali jam. Hatta nazal al-Quran, deri sa zbriti ajeti, ky ajet çka tham, ud'uhum li abaihim. I thirrni në emër të baballarëve tyre. Pra kur ka zbrit ky ajet, pra po kthy Zaid ibn al-Haritha. Jo Zaid i biri Muhammedit, po Zaid i biri i Harithit. E tash diçka po ndodh që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndi në veten e tij diçka pak si keqardhje. Çka është ajo? Disa po na tregon Enesi, për këto ma i thirrun ka qenë Enesi radiallahu anhu. Se ka qenë sebeb pastaj edhe për me zbrit ajeti i mbulesës. Pra, thot Enesi, sebebi nuzul, shkaku i zbritjes i shpalljes, për mbules është rasti Zeidit edhe i Zenebës. Këta kanë qenë sebeb. Vetëm kalim se po ndërprejmë, po në afrohet jatësia, e vazhdojmë pastaj, vetëm e tregu ma gjërësisht inshallah dersën tonë të ardhshëm, po thot Enesi hyri, çfarë rasti tregojmë pas darsmës që u martu, në domë të vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ku shko kaj, unë e mastina. Kur zbriti ajeti ai hyri edhe e msheli, e lëshoi perden. Ball, dhe sa shkehi, mat tash tyte mos ka me hi. Në vend isha shok në ngusht, po del po merr, ishim thirrur në rast dreka darkçak. Tash më shobi po i ndihmon kë. Po merr për i grus shokut vet i ngusht. Tash ka bën ti aty? Nuk është problem me thonë, a munët, a ka dyshim të Enesi, a? A nuk shkon Enesi. Mirë po, nuk ka thot, nëse ka smundjen zemër, ka mendimin të këqija, mos të hin, nëse nuk ka le të hin, a ka kështu diçka? I huji nuk ban me hi mur fund. Mur fund. E nësë balë ke mu, s'ki me hi mu. Dhe i sot ndryshke, ta shetut e ndrysh. Zbriti ajeti. Edhe dispozitën Allah fu që plot. Është, për ndërprim thash se duhet pak ma gjërësisht, krejt për këtë martes, të Zeidit e qkërorëzimi pas e martes e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se në dy pika i sulmojnë armisht e islamit, mundon këshe pogjojmë diçka në islam. S'mon është me gjithë diçka absolut. Që muslimanët na bojmë veprat cilat janë jashta islamit e pastaj ata janë veshën islamit, e dojnë me njollos, e të tërpun. Por islami është i pasur, si loti i kullum, i qiltër, sepse është feja Allahut. Çka vjen për Allahut është e përsosur, pa tmeta. Të Aisha e sulmojnë edhe të Zenebja. Po përgjigje shumë e thjesht. Pse me shti Zeidin, ka qenë e bukur, edhe i ka thonë Zeidit munda e unë e të marë. Pse me shku rreth e rrotull? Po një vjet ka zgjat martesa. Po në start me nervën po martona, jo ti nervën martone maseni.
Se ka noft. Fedin Zejnebën. Apo kuptoni? Nuk ka logjik. Unë po kom qef me këtu më martu mirë. Marto. Jo, ti nërë marto, ti lëshu masën e une. S'ka logjik, shu, pas drejt po martona. Ti shkom pyetje epshi. Dhe vetëm edhe këtë informat, po pastaj më gjërësisht. Te muslimi është, edhe kur ka hi, pa le ka hi. Pejgamberi sallallahu. Pa mësit, se Allah e ka martu. Se ata është mburë, është krenu, zawwajekuna abaukum, kullukunne, i ka të ngrave. Krejt juve ju ka martu me pejgamberin sallallahu, baballat ju kanë martu. Zawjeni Allahu fevka sebi semavat. Mu Allahu, përmbi 7 folë që i përmbi ash, a më ka martu. S'ka dëshmitar, s'ka kur gjë, se Allah e ka martu. Drejt ka hi. Wallahu ta'ala alim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin.